Zëri I tij dridhte teatrin. Syti kishte si të dritës së vjetër, plot dram, zjarr dhe mall. E gjitha kjo në një trup shqiptar. Në një kohë kur Shqipëria luftonte për të dalë nga teri I perandorisë osmane, një djalë nga brigjet e Adriatikut ngjitej në skenat më të mëdha të Evropës dhe e bënte botën të rrinte pa frymë. Ky është rrëfimi I Aleksandër Mojsiut, shqiptarit që nuk lëvizi me armë, por me art, që nuk brohoriti me fjalë, por me ndjenjë, dhe që I tregoi Evropës se shqiptarët nuk janë vetëm luftëtar, por edhe poet të shpirtit. Nëse edhe ti beson se historia jonë është më e thellë dhe më e fortë se ajo që na kanë treguar, mos harro të dhurosh një pëlqim për këtë video dhe të abonohesh në kanalin Histori Epike, sepse këtu nuk rrëfejmë thjesht ngjarje, ne ringjallim shpirtin e kombit. Aleksandër Mojsiu lindi me 2 prill 1879 në qytetin e Triestes, që në atë kohë ishte pjesë e perandorisë austro-hungareze. Ishte fëmia I një martese të rrallë. Babai I tij ishte Mojsi Mojsiu, një shqiptar nga Kavaja, ndërsa nëna, Amalia Derada, ishte arbëreshe, pas ardhëse e shqiptarëve të Italisë që kishin ruajtur gjuhën dhe zakonet për shekuj. Pas lindjes, familja u shpërngul në Durrës, ku Aleksandri kaloi disa nga vitet e tij të para. Durrësi, qyteti që I la gjurmë në shpirt, Bregdeti, dielli, thirrjet e detit, do ta shoqëronin përgjatë gjithë jetës. Edhe pse e braktisi qysh në rini, ai kurrë nuk e mohoi rënien shqiptare. Në fund të viteve 1890, Mojsiu largohet për në Vjenë me një synim, të ndjek Akademinë e Arteve Dramatike. Ishte një kohë e vështirë për një të ri shqiptar me pamje të huaj për austriakët e ngurtë të asaj kohe, por Mojsiu kishte diçka që s'duhej përkthyer, dhuntin. Ai fillon si dublant në teatrin më të rëndësishëm të Vjenës, Burgtheater, por talenti I tij bie në sy me një herë. Mënyra si ecte, si ngulitte syt në publik, si e mbante heshtjen. Teatri I atëhershëm e kërkonte thellësinë e shpirtit, jo efektin special, dhe Mojsiu këtë ja dhuroi. Në fillim të shekullit 20, Mojsiu transferohet në Berlin, ku njihet me regjisorin e madh Max Reinhardt. Njeriun që do ta shtyente drejt zenitit të karrierës. Bashkëpunimi I tyre bëhet historik. Mojsiu interpreton në skenat më të mëdha gjermane, me rolet e Hamletit, Edipit, Faustit dhe sidomos Fedjas në dramën Kufoma e gjallë e Tolstoit, një rol që do ta interpretonte rreth 1500 herë dhe që do ta bënte të pavdekshëm. Rreth 1,5 milion njerëz e pan këtë rol në skenë. Një shifër që sot do të përkthehej në qindra miliona klikime. Por në atë kohë, çdo shfaqje ishte unike dhe Mojsiu jetonte për ato momente. Mojsiu ishte I pazëvendësueshëm në interpretim. Ai fliste me zë të qartë dhe të fuqishëm, por edhe me heshtje që bërtiste. Kritika e kohës shkruante: Mojsiu nuk aktron, ai jeton në skenë. Ai nuk ishte vetëm aktor, ishte filozof I shpirtit njerëzor. Ndjenjat që I shpërfaqte nuk ishin të imituara, ishin reale. Lotët e tij ishin të vërtetë, dhe kjo e bënte të paarritshëm për të tjerët. Mojsiu ishte edhe figurë qendrore në kinematografinë e hershme pa zë. Ai mori pjesë në disa prodhime filmike, duke luajtur në rreth 10 filma, 7 prej tyre pa zë. Filmi Me zë I vitit 1935 Lorenzo de Medici, ku Mojsiu luante rolin titullar, ishte një nga projektet më të mëdha ku aktori me prejardhje shqiptare mori pjesë.
Megjithatë, ai ishte edhe mbeti aktor i skenës së gjallë, i teatrit. Arti ndodhte në kontaktin sy me sy me publikun, jo në celuloid. Në vitet 20 dhe 30, antisemitizmi po rritej në Evropë. Edhe pse vetë nuk ishte hebre, Mojsiu u bë një prej zërave më të fuqishëm në mbrojtje të këtij komuniteti, duke protestuar kundër persekutimit dhe urrejtjes që përhapej. Kjo e vendosi në shënjestër të qarqeve ekstremiste. Ai kur nuk bëri kompromis me bindjet e tij. Ai nuk ishte vetëm artist, ishte njeri me parime. Me ngritjen e Hitlerit në fuqi në vitin 1933, Mojsiu u largua nga Gjermania. Dhe më pas, shteti shqiptar në krye me mbretin Zog i akordon shtetësinë shqiptare, si një nderim për figurën e tij. Ai e pranoi me krenari, duke treguar se gjaku nuk harrohet, edhe kur je larg dhe i famshëm. Në atë kohë, emri i tij përmendej krah për krah me figurat më të mëdha të artit evropian. Në fillim të vitit 1935, shëndeti i tij përkeqësohet, vuante nga pneumonia. Më 22 mars 1935 në Vjenë të Austrisë, ai ndroi jetë në moshën 55 vjeçare. Trupi i tij u krematua dhe hiri u varros në Morkot, pranë liçenit të Luganos në Zvicër. Aleksandër Mojsiu prehet në tokën zvicerane, por shpirti i tij i përket përjetësisht Durrësit dhe Shqipërisë. Pas vdekjes së tij, bota e artit humbi një nga figurat më të pastra që kishte njohur ndonjëherë, por emri i tij nuk u shua. Në Shqipëri, Teatri i Durrësit mban emrin e tij, Teatri Aleksandër Mojsiu. Universiteti publik në qytetin e lindjes së tij në Durrës mban gjithashtu emrin e tij. Shkolla e Dramës e Akademisë së Muzikës dhe Arteve në Tiranë mban po këtë emër. Shkolla në Kavaj, që ai e ka në gjak, e nderon çdo ditë. Në Berlin, Vjenë, Salzburg, janë vendosur bustet dhe emri i tij ruhet në arkivat e artit evropian si një gur i çmuar i skenës klasike. Aleksandër Mojsiu nuk ishte thjesht një aktor shqiptar. Ai ishte artisti që mbajti peshën e artit evropian mbi supe, në një kohë kur fjala ishte përgjegjësi dhe ndjenja ishte fuqi. Shkrimtari me famë botërore, Franz Kafka, kishte deklaruar: "Zëri dhe gjestet e Mojsiut na paraqitën diçka të paparë deri më tani në skenën evropiane." Autori e kompozitori izraelit Max Brod deklaroi: "Hamleti është shkruar për Mojsiun dhe Mojsiu ka lindur në mënyrë unike për ta interpretuar princin e Danimarkës." E shkrimtari, dramatisti, novelisti e poeti italian Luigi Pirandello kishte thënë: "Përshëndes Aleksandër Mojsiun, të cilit janë përjetësisht mirënjohës si një nga interpretuesit më të shkëlqyer të personazheve të mia." Nëse edhe ti ndihesh krenar për këtë figurë, lëre një koment më poshtë. Mos harro të bësh like dhe të abonohesh në këtë kanal, sepse ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.